qiejt edhe toka kanë qenë të bashkuar, edhe aty ka ndodhur një pasaritje dhe nuk jep shpjegim më shumë. Edhe tash çdo zbulim që na mundohemi me gjetë, duhet me pas fakte, domethënë mendoj se këtë këto janë ndërtuar mbi, ndoshta muj me thonë nëse më lejohet, janë ndërtuar mbi supozime. Tash nuk beson që ka ujë mbi? Po, se ka, domethënë ka prej dietarëve që nuk e kanë edhe të mendimin se toka është e sheshtë. Ka prej dietarëve islam që thonë se toka është e rrumbullakt. Domethënë jo atë formën e rrumbullakt, po mendojnë se nuk është e sheshtë. Por sidoqoftë, domethënë, kjo ose ajo, apet i referohemi domethënë rregullit fetar që unë jetoj me këtë, jo çdo gjë duhet ta dim domethënë në mënyrë precize se a është e sheshtë realisht apo është e rrumbullakt. Sidoqoftë na funksionojmë domethënë suazat e rregullave tokës, edhe ndonjëherë na ekziston ai sensi te njeri, domethënë gjithmonë don me kërku diçka që edhe nëse e din nuk i ban dobi, po edhe nëse nuk e din nuk i ban dam. Unë po duhet më ndërlidh që tu mos me lonsh hoxhën ma shumë me hi ma fell, se sa ma fell tani. Po, do të fundosim. Po, do të fundosit. Nëse ti po rrugësh edhe me pranverën gjatë të kohës. Me pranverën, une që shtu jam i marum, kam qef me dhonë kontributin me ndriqu rrugtimin edhe rrugën. Nëse i referohemi Kuranit, Kurani na ka dhonë shumë pjesë në për ajete për formën e tokës. Po në të njëjtën kohë nuk të lejon që ti të kërkosh më shumë, thot kaq edhe pikë. Apo jo, sa po e tha hoxha, ka thënë 3 herë deri tani. Ka një kufi, është një kufi, domethënë që nuk mund ti të kalojnë. Jo, nuk është ashtu. Jo Kurani, po them feja në përgjithësi, nuk të lejon të kërkosh më shumë se ç'të lejon. Nuk është ashtu. Nuk është ashtu, sepse mu vjen keq, unë nuk e di sa herë ke lexuar Kuranin. Një herë. Besoj që mjafton. Po s'është ajo meditim. Apo interpretohet ndryshe sa herë lexohet. Jo, lexim sipërfaqësor. Ajo është veç me kalu prej faqes parë deri në të fundit. Për me lexu Kuranin duhet me analizu Kuranin. Edhe analiza e Kuranit është kjo. Po i bie që sa herë ta lexosh do të interpretohet ndryshe. Në Kuran e kemi një imam nga të vetit. Në Kuran për tokën e kemi ajetin surën Naziat 30 e pastaj tokën e sheshoj. Gashije 20 e kemi edhe tokën se si është e shtruar. E tregon që toka është e shtrume. Rahman, po interpretimi i Kuranit bëhet në bazë të trurit të gjithë secilit. Nëse dikush ka tru për ta interpretuar, do ta interpretojë sipas mendjes së vet. Tu ka shpjegim Marianit nëse flasim në aspektin fetar. Nëse dikush ka tru me interpretuar, do na tregojnë edhe rrugë. Unë askujt ja mora fjalën. Më fal, po jemi duke cituar diçka që kemi lexuar. Jemi në minutat e fundit të emisionit Arianet. E di. Prandaj po nxitojmë të themi shumë gjëra. E di, unë veç deshta me e lezu surën Rahman. Ti mund ta interpretosh, po dikush tjetër që s'di, interpreton ndryshe. Pranver, më vjen keq me thonë, po është kulturë dhe ndëgjimi, jo veç biseda. Po jo, sepse duke recituar diçka që mund ta kenë lexuar të gjithë. Ti nuk e din. Të paktën ti nuk e din. Po mund ta kenë lexuar të gjithë, mund ta lexojnë se librin e kanë të gjithë. Po ti nuk e din. Pra e po t'jap një leksion edhe ty. Po jo, po s'mundem tani, sepse po t'jetë për të shkoj në xhamiu. Surja Rahman, ajeti, të më thonë, 33, surja 33, është nëse keni mundësi të dilni prej kufive të qiellit edhe tokës, depërtoni pra, por nuk mundeni vetëm me ndonjë fuqi të fortë, por ju nuk e keni atë. Pra, edhe teoria që ne mund të fluturojmë në Mars e Jupiter e Saturn, këto janë veç pralla, një hoax i NASA-s i cili bëhet përmes Photoshopit. Japni fjalën Hoxhës? Patjetër. Hoxh, çka nuk po pëlqen nuk po përshtatesh në Jo, në ajetin që citoj unë thash, dietarët kanë po, unë nëse i marrmi domethënë ashtu i përkthejmë bukfalisht, domethënë mendojmë se vim në përfundim se toka është e sheshtë. Ka shpjegim dietarët kanë dhënë këtij ajetit, e fala yanduruna ila al-ardi kayfa sutihat. A nuk e shikoni tokën se si është
është shtrirë. Dietarët kanë thonë si është shtrirë u është mundësu njerëzve të jetojnë në tokë, të veprojnë në tokë, të zhvillohen në tokë. Është njëjtë sikur se e ke pa i hip në aeroplan. Po, kur hip në aeroplan jetojnë edhe në kodra. Jo, po. Jo, domethënë e ka kontekstin e shtrirjes. Një krahasim ndoshta pak i thjeshtë është. Kur hip në aeroplan, domethënë aeroplani hec, domethënë me shpejtësi të madhe. Mirë, po ti faktikisht i mundesh me hec në aeroplan, mundesh me ushtrim, mundesh, domethënë e ke një farë komoditeti aty, ke parasysh. Sipas te toka po rrotulloj ka po lëviz. Jo, domethënë që nuk je shumë larg tokës. Edhe nëse kam mendimin domethënë se toka rrotullohet edhe lëviz, se unë jetoj me rregullin se çdo gjë, çdo send lëviz. Unë jam i këtij mendimi. Unë jam i këtij mendimit se çdo në momentin që nuk lëviz ai vdes. Po. Çdo gjë është në lëvizje, po vetëm atëherë jemi minutat e fundit të emisionit edhe ta kryejm. Ama veç atë glop. Jo, nuk e se është ndryshim. Jo, nuk është patjetër. Është ndryshim, nuk e ke. Nuk është patjetër me kuptu lëvizjen e tokës. Nuk është patjetër me kuptu domethënë se si toka rrotullohet. Kjo nuk është patjetër. Se nëse mendon se ti duhesh me kuptu, atëherë ti do mendon ti don me i tejkalu kufit e mendjes tonë. Po. Po e marr nëse s'po e marrim globin, po e bëj edhe një pyetje, jo te çetash. Po thomi se Mekja është këtu hoxh. Po. Edhe na ka New York ose Japonia jem kënej. Po. Namazin çysh e bëjmë me u drejtu Mekës, tregon ma ti mu çetash. Çeto. Me u drejtu ka Meka. Nëse çto është Meka edhe na jemi ka ona pjesër e globit. Po. Çysh do të më u drejtu Mekës në namaz? Për bie mos ketë lindje perëndim dhe ju. Sipas teje, çto? Në çet situatë ka o kibla çto? Pa qenë e rrafsht. Po. Pa qenë e rrafsht. Edhe statike. Po. Nuk ke mundësi ti me ju referu pikës kyçe. Po atëherë i bie që të eliminosh edhe jugun perëndimin dhe lindjen. Për katërtën herë po të them të lutem veç ma le teorinë. Po sepse duke thënë diçka. Ti shkojsh me bëllë emisionin se Ariani isha se kalon emisionin. Pranver, nuk din ti shkem të folim. Jo nuk. Edhe lindja perëndimi janë po e njëjta gjë që po shpjegohet. Del keq parashikuesve. Po s'ka problem si kalon, ti mos u shqetëso për imazhin tim. Po jetu ndërprer. Po jam me pranverën po pajtohem pak a shumë. Po pajtohem, po s'po dim për çka janë të u pajtu. Unë e sharova sot. Jo unë e di. Ti e dim për çka janë të u pajtu me teorinë tonë. Po jo me pranverën. Kështu që unë s'pas na këtu nej. Pse? Ja. Grahi, çiku i Ja, te mol, po valla. Ja. Ja, Arianit. Mama, ju parashikoj ja. Lutem edhe para hoxhës nuk shiko. Unë s'du mu bë me dal keq para Unë kisha mbyllë emisionin edhe faleminderit shumë që ke. Arianit, po faleminderit shumë. Hoxh Bedrilika, falenderoj shumë jashtëzakonisht që gjete kur me qenë pjesëmarrës prej Shkupit. Faleminderit shumë konspiracionistit Arianit Slamniku që nuk është konspiracionist, po është dekonspiracionist. Faleminderit shumë. Dhe faleminderit shumë Pranvera Gjofa që ishe sonte me neve direkt nga Amerika me shkencat okulte xhamiret. Faleminderit shumë. Do të kiti për këta musafir të mrekullueshëm. Faleminderit shikuesve që ishin në sallë. Natën e mirë themi shikuesve, kaq ishte për sonte, shihemi javën tjetër.